tash jemi diku afër 100 punëtor. Përvojën që e kemi pas në Holland me sjell në Kosovë. Veprimtari që në Ballkan nuk e bën askush. Më thoj ke, valon, qysh mërë për merë punën ti, alo si ki maqinat. Ne jemi familja Hoti, Lumturi dhe Valon Hoti, jemi nga Rrugova e Hasit, tash jetojmë në Prizren. Si gjithë përgjimtarët e hershëm të Kosovës, si shumica e shqiptarëve, në atë kohë, në vitet 70-ta, ndër mërgjimtarët më të hershëm, baba ynë ka mërgu në Hollandë. Një kohë ka punu vetë atje, ndërkohë gjatë kalimit viteve, e ka tërhek familjen në Hollandë, unë kryesisht kam qëndruar në Kosovë. Na në vitin 1992 kemi shku sparu me nanën edhe vllaun tjetër dhe motrat. Kurse lumi ka qëndru në Kosovë, u doshke në atë kohë, t'i kush me najtë në shpi. U shkollum, unë shkova shkollën e mesme, shkollën e lartë, pastaj në fakultet, ku i bona 2 drejtime, marketing, research edhe corporate finance. Po në 2008, aty ku kam punune të Zingunia, prej 16 vite, ja kom fillu unë, vlau, dhondri, faktikisht këtë familja kemi fillu atje me punu, edhe u doke 2-3 punë me i majtë, sepse më thonë drejtën që ku i kom pas 13 vjetë, unë asë një cent nuk ja kom kërku babës, edhe vetë jom financu që atëherë. 2008, të e po mundësinë e Kosovës, bashkëpronari në atë kohë, Jos van der Heyden, pat problematik me liferimin nga Kina, kvaliteti, për Kinës që u siguroke. Koha e liferimit ka qenë shumë problematike, tani komunikimi me kinez ishte shumë e zërshme, edhe unë mora iniciativë, erdha prej Hollandë me mostrat, erdha me produktet në Kosovë të lumi, edhe i thash lumit, qëtë prodhimin që është u bo në Kinë, duhet me bo në gjithë qysh Kosovë. Normal, të e dosht Kosovën, të i po mundësit në Kosovë në atë kohë, 2008 ka qenë një papunësi ekstrem shumë e madhe, njerës që në konë të vëllë shumë për me punu, në konë gatë shumë me punu 24 orë, edhe aty na morën vendimin për mja fillu. Fillimisht jemi konë 4 punëtor, kemi bajt me minibus produkte prej Kosovës në Hollandë, edhe tash jemi diku afër 100 punëtor, edhe i dërgojmë gati çdo javë, ka një kamion e dërgojmë për Hollandë, Zvicër, Gjermani, Francë, Belgjik. Evropianët e kanë një farë filtri të kualitetit, nuk është vetëm paketimi, po ka komunikimi, etiketimi, mënyra e komunikimit, se si i bësh terminet, gjitha ato e paketojnë një proces që ti duhesh me gjetat përshtatshmërinë me të bonit biznes me evropianët. Kjo eksperienca jem edhe fleksibiliteti i lumit që ka qenë gjendje na 8 ditë me punu, na ka bo neve bashkë për me arrit aty ku jem. Fillimet e para kanë qenë shumë të vështira. E para u duhej lokacioni, e dyta stafi. Në atë kohë, mentaliteti i punës nuk ka qenë në atë nivelin e duhur. Këtu, kur fillum ne, spari me blerjen e pronave, pastaj me ndërtimin e objektit, shumë fillestar, do gjonave nuk i dishim, po me një punë të vazhdueshme dhe me një përkushtim të madh, ne arritëm tash këtu ku jemi. Kemi filluar me 4-5 punëtorë, kemi pas një tavolinë. Edhe salla e madhe, mendoj qysh me mush këta, edhe qysh dikush me ardhë me pavish një tavolinë jo të bindshëm. Kemi qenë të pandalshëm, nuk kemi dorëzuar ndaj asnjë sfide. Qëllimi kryesor i yni ka qenë që përvojën që e kemi pas në Hollandë me prunë me sjell në Kosovë. Në këto hapësira, në këto ambiente, gjojnë punë djemë të ri, vajza të reja, arkitekte, studenta, gjojnë vend për me siguru një vend pune. Kompania jonë e bën përpunimin e metaleve, por kryesisht merret me aksesorë të qatijave, të kulmeve, ku përbojnë ulluqet, pjesë të ulluqeve dhe qindra aksesorë që kanë të bëjnë me kulme,
sidomos pjesë metalike, po edhe kulmet trashta, sikur daljet emergjente, se tash kulmet horizontale kanë hinë treg edhe pjesë për cilët që i prodhojmë na. Po ashtu edhe përpunimin e zingut, bakrit, plumbit, inoksit, aluminin e trajtojmë, prerjen, lakimin, saldimin, bëjmë projekte të veçanta që zakonisht Kosovë, kur vjen pyetja ndonjë projekt i vështirë që bëhet, thonë shko te Zingunia se ata dinë me realizu. Edhe vinë te na, ne i sfidojmë veten për edhe projekte të veçanta që janë sipas masës, kërkesave të ndryshme të klientëve, ndosh vendore ose jashtë vendit. Pjesa tjetër është plastifikimin e metaleve. Na plastifikimin e metaleve e kena bo për shkak të klientëve tonë që është dashur disa aksesorë t'i plastifikojmë, t'i mbështjellim që mos me u ndrysh ose mos me u korredu. Ato e kena bo fillimisht për ta, po tu e pa kërkesa vendore edhe rritja e eksportit të metal punuzve të vegjël është rrit kërkesa edhe te na. Edhe është dashur na vazhdimisht me investu për me i nejt afër klientëve edhe vendor që më thonë drejtën kërkesa vendore është të i kalu edhe atë kërkesën jashtë vendit, sepse kogja shumë metal përpunus janë të eksportu në Gjermani, Zvicër apo shtete tjera të Evropës. Pjesa fundit është pjesa e aksesorëve të automotivës, dhe me thonë të automjeteve, ku janë disa aksesorë për ndriçim. Ato përbëhen prej aluminit, prej inoksit, edhe plastikës që bëhen me ndrydhje apo me injektim. Te pjesa e automative, kjo është një sfidë edhe për neve, tu e pa që Evropë, disa kompani kanë probleme shumë dhaja me prodhimin, energjinë e lartë edhe kapacitetet. Tu ndryshu edhe fakti që kompanitë evropiane kanë shpreh dëshirën sa më shumë me pas prodhimin brenda Evropës. Kemi vendosur për një pjesë të atyre aksesorëve ta fillojmë prodhimin dhe jemi duke i instalu makinerit ku pritet diku ka shtatori të cartojmë prodhimin, kontratat e para po na presin dhe është një ndër veprimtari që në Ballkan nuk e bën askush, po kemi edhe disa makineri që as në botë nuk e kanë atë kapacitet me prodhu, sepse vetëm një prej atyre makinerive i prodhon 70 milion hështat në vit. Është një sy i automjetit që kërkohet në tregun botror. Projekti më sfidues ka qenë bashkëpunim me M Teknologjin, pjesë e Mabetex Group, ku kemi prodhu fasadën metalike të inoksit këtu në Prizren, në fabrikën tonë. Ajo ka qenë një sfidë shumë e madhe, sepse ka qenë koha shumë e shkurtër për me realizu, po të njëjtën kohë ne me provojën holandeze kemi pas një urinë se qysh me realizu dhe mi prodhu ato produktet, po disa makineri nuk i kemi pas. Agja që ishte në atë kohë financier, më thojke, valon, qysh mërë për merë punën ti, alo si ki maqinat. Unë e kisha besimin bashkë me Lumin edhe na ishën binën që na ja realizojmë edhe e bojmë mosat sa më të mira se sa konkurrent tjerë. Edhe ja arritëm, po sfide madhe ka qenë edhe koha, se kemi punu 24 orë, kemi qenë 6-7 vetë, u duke me punu 24 orë për me arrit, sepse ai ka qenë një afat ku dështë mu hap kjo Expo botrore, World Expo në 2017. E ne kemi punu diku 1 vit e gjys për atë projekt, i cili ka qenë një ndër sfidat më të mëdha, edhe më të thonë drejtën tash nuk i kem frikë asnjë projekti. E cili na ka hap rrugë shumë. Po. Edhe na ka dhënë vetë besim të madh. Sa i përket numrit produkteve këtu në kompaninë tonë, ne prodhojmë afër 1000 produkte, lloje të ndryshme të produkteve. Do të thonë aksesorë prej zinkut, bakrit, plumbit, inoksit, të cilat i eksportojmë kryesisht në Holand, Francë, Belgjik, Gjermani, Zvicër. Jemi të kënaqur shumë me punëtorët, me stafin punues. Kemi krijuar një frymë punë ekipore, secili repart ka përgjegjësinë e vet, ka menaxherin e vet, kur
punëtorë dojnë me punu jashtërori, paguen ekstra në bas ligjit që është në Kosovë, kur kujtë si kemi thonë që jo s'ka nevoj për punë, gjithmonë kem qef me pa sallën plot. Kompani ne që ju liferojmë produktet tona, janë kompani gjigante. Do më thonë në Holland janë 5 dhe 6 kompani gjigante, Belgjik poshto janë 3, Francë, Zvicër, Gjermani. Kjo është e mira e jonë, që mirën vetëm me kompani të mëdha. Na që ku jemi kon dvegjën 10 vjeqar, o kemi shit soka me akull, me kolic në për treg. Kemi pas na në gjen atë biznes. Edhe pas përfundimit të shkollimit, unë me nëzit që kam prit për me arë në Kosovë edhe me pruat provojen tem evropiane, po normal të i kombinu këto dy kulturat, me konë shqiptar edhe holandez, ka qenë një mix shumë interesant. Atë ku na jemi konë një ndër të partë që kanë ardhur këtu me investu, me kriju një fabrikë. Gjitha ta që janë djemët tanë, vëllezërit tanë në Mërgim, që kanë ide, që kanë një zgjuarsi për me bo biznes në Kosovë, ata duhet me bo, duhet me provu, duhet me guxu, sepse mundësit janë shumë të mira, janë perfekte. Në Kosovë për me bo biznes është shumë e lehtë. Nuk e ki burokracinë si në Evropë. Unë e vetë kam jetu ati, jam shkollu, po ma mirë se në Kosovë nuk o mujtë me gjithë. Normal të i punu. Ne veprojmë këtu, në ofër 12.000 metra katror janë objekte. Sipërfaqe toksore ka shumë, është gjithë pronë e jona. I kemi bo të gjithën vetë, dhe më të pandimin e askujt, është investim vetanak. Këto hapësira, gjithmonë llogarisim që nuk është pasuri e jona. Kjo është pasuri e vendit tonë, e njerëzve që punojnë. Se ne në fund ullum hajmë bashkë me punëtorë. Është pasuri kombëtare.